Liturgjia e orëve. Qoftë lëvduar Jezu Krishti dhe mirëmëngjesi për të gjithë ju të dashur dëgjues dhe shikues të Radio Marisë së Kosovës. Ju ftojmë në këto momente që të lutim së bashku lutjen e mëngjesit. Sot është e premtë dhe jemi në javën e 5 të kohës së kreshmeve. Në këtë mëngjes të së premtës, të dashur dëgjues, të hapemi para fytyrës së Zotit me përshtypje të thella. Bëvë Zoti që fjalët tona të jenë si një këngë e bukur që ngrej zemrat tona drejt dritës së mëshirës së Tij. Në këtë moment të lutjes kërkojmë përkushtim dhe kuptim për të përjetuar me thellësi secilin çast të kësaj dite. O hyj më eja në ndihmë, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, Se ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. himni. Tash më krisht diell drejtësie, të qahet errësira e mendjes, të kthej drita e virtytshme që mbi tokë për 3 ditën. Duke dhënë kohën e duhur, jepi zemrës stipendimin, pasi mirësia jote i dhuron edhe mëshirimin. Një farë pendese jepna të durojmë për zbutje fajesh, sado që janë të mëdhaja, më e madhe është mëshira jote. Po afrohet dita jote, me të cilën ndrit çdo gjë, me hirin tënd hynor, të gëzohemi të përtrirë. Ty gjithësia e sendeve të adhuroft trini e mëshirshme, të përtrirë me anë të faljes, të këndojmë një këngë të re. Amen. Antifona e parë. Ty të pëlqen flija e të drejtit mbi lterin tënd, o Zot. Psalmi 51, rreshta 3 deri 21. Ki mëshirë për mua, o Zot. Përtrihuni në shpirtin e mendjes suaj dhe vishuni me njeriu e ri. Krahaso letrën drejtuar Efesianëve kapitulli 4. Ki mëshirë për mua, o hyj sipas mëshirës sate, pash mirësinë tënde, shlyeje mëkatin tim. Më laj krejtësisht prej mëkatit tim, e më pastro prej fajit tim, sepse pranoj pa usin time, mëkatin tim për here kam parasysh. Ty, vetëm ty të kam rënë në faj, dhe kam bërë ç'është keq para teje. Prandaj je i drejtë sa do të më ndëshkosh, dhe i pa anshëm në dënimin tënd. Ja mëkatarun leva, madje në mëkatën në naime mëngjizi, por ti që do qiltrinë e zemrës, mi mëso thellësitë e dijes së shpirtit. Më stërpik me hisop e do të bëhem i pastër, më laj e do të bëhem më i bardhë se bora. Bëj ta ndjej zërin e hares e të gëzimit, dhe do të gëzohen eshtrat e thërmuara. Largoje shikimin tënd prej mëkateve të mia, e resiti të gjitha fajet e mia. Krijoje në mua, o hyj, zemrën e pastër, përtri në mua një shpirt të qëndrueshëm. Mos më flak larg fytyrës sate, mos e hiq prej meje shpirtin tënd të shenjtë. Ma kthe gëzimin e shpëtimit tënd dhe më forco me shpirt të gatshëm. E unë do t'ua mësoj mëkatarve udhën e shëlbimit, e fajtorët do të kthehen tek ti. Ma fal gjakun e derdhur, o hyj, hyj i shëlbimit tim, dhe gjuha ime do ta shpall shenjtrin tënde. Zhdrivilloj, o Zot, buzët e mia, dhe goja ime do ta shpall lavdin tënde, sepse ti nuk kënaqesh në fli, e nëse të kushtoj fli shkrumbimi, s'të pëlqejnë. Flia vërtet për hyjen, shpirti i penduar. Ti, o hyj, nuk e përbuz zemrën e penduar e të thërmuar. Pash mirësinë tënde, o Zot, bëj i mirë Sionit, ndreqi përsëri muret e Jeruzalemit. Atëherë do t'i pranosh flitë e drejtësisë, flitë e shkrumbimit e të gjitha kushtet,
atëherë do të mund të kushtohen më zetër mbi elterin tënd, Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Ty të pëlqen flia e të drejtit mbi elterin tënd, o Zot. Antifona e dytë. Ti je lavdia, o Zot, ti je drejtësia e popullit tënd. Kënga nga libri Isaias profet, kapitulli 45, rreshtat 15 deri 26. Mbar popujt le të kthehen te Zoti. Në emër të Jezusit të përkulet çdo gjuhë, thot letra drejtuar Filipianëve 2:10. Vërtet ti je hyj i fshehur. Hyj i Izraelit shpëtimtar, Mendesh u morën e u skuqën të gjithë. po të tërpruar shkrojnë ata që punojnë trupore idhush, Izraeli është i shëlbuar nga Zoti. me shëlbim të përhershëm, Nuk do të çnderoheni as s'do të turproheni, deri në shekuj të shekujve. sepse kështu thot Zoti, Ai që krijoi qiellin vetë hyi, ai që ja dha trajtën tokës e krijoi, ai që e bëri të patranshme, se krijoi të jetë e shkretë. e krijoi që të banohet. Unë jam hyi i etërve e tjetër s'ka, unë nuk fola në fshetësi. Në një skaj të errët të tokës, Nuk i thash farës së Jakobit, më kërkoni në shkretëtir, unë jam Zoti që flas të drejtën. e që e shpall drejtësinë, Mblidhuni e jani e afrohuni së bashku. ju që shpëtuat nga paganët, Mangu janë në krye ata që mbartin drun e gdhendur. e i lutën hyi që s'mund t'i shpëtoj. Qitni provat e dilni përballë. Këshillohuni të gjithë së bashku, Kush që moti këtë gjë e parakallzoi, e qysh atëherë paralajmëroj, vallë ajo unë hyi, s'ka hy tjetër përpos meje. hyj të drejtë e shpëtimtar, s'ka tjetër përveç meje. Kthehuni ka unë e do të shpëtoni të gjitha viset e tokës. Se unë jam hyj e tjetër s'ka, Me vetvete unë jam përbetuar, nga goja ime dele drejta. fjala që kur s'kthehet dal, Para meje çdo gjuhë do të përkulet, e çdo gjuhë do të bëj betim. e do të thot vetëm në Zotin. Ka drejtësi e forcë, Tek ai do të vinë të turpruar. të gjithë që shfryen kundër ti. Në Zotin do të shfaqsohet e do të gjej lavdi. Fara mbare i Izraelit, Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. ti je lavdia, o Zot, ti je drejtësia e popullit tënd. Antifona e tretë. E jani të Zoti me këngë hareje. Psalmi 100 rreshta 2 deri 5. Gëzimi i atyre që hyjnë në shejtrore. Zoti bën që të shëlbuarit ta këndojnë këngën e fitores, pa thënë Shën Atanazi. Toka mbar leti brohorit Zotit, shërbeni Zotit me hare. Dilni para ti me brohoritje. Dijeni mirë se vetëm Zoti është hyj, ai na krijoi e atij i përkasim. Jemi i populli i tij dhe delet e kullotës së tij. Hyni në përdyert e ti duke i dhënë lavd, hyni në tremet e ti e këndoni himne, lavdërojeni e madhërojeni emrin e ti. Sepse i mirë është Zoti, e amshuar dashuria e tij, nga breznia në brezni, besnikëria e tij. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. e jani të Zoti me këngë hareje. Leximi i shkurtër nga libri Isaias profet, kapitulli 52, rreshta 13 deri 15. Ja, shërbëtori tim, për së mbari do t'i shkojnë punët, do të nderohet, do të lartësohet, do të jetë i madhërishëm. Sikurse shumë vej që mbetën shtang kur e pan, ka që shëmtuar ishte pamja e tij. Fytyra e tij si shtëmësi e njeriut, aq sa pamja e tij si shtëmësi e bijve të Adamit.
Po ashtu, mbi të do të mbesin të habitura turmat e popujve. Edhe mbretërit do të mbesin gojë hapur, sepse do të shohin atë për çka s'ka qenë treguar, e do të kuptojnë atë për çka s'kishin dëgjuar. Përgjigje e shkurtër. Qengji i prerë për ne është i denjë për nder dhe lavdi. Qengji i prerë për ne është i denjë për nder dhe lavdi. Ai që na shëlboi me gjakun e tij, Është i denjë për nder dhe lavdi. lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Qengji i prerë për ne është i denjë për nder dhe lavdi. Kënga ungjillore Benediktus, antifona. Ju tregova shumë vepra të mira për atin tim, për të cilën për ndër to doni të më vritni me gur. Kënga e Zakarisi pas Lukës ungjilltar kapitulli i parë, Mesia dhe paralajmëruesi i tij. Qoftë bekuar Zoti, hyi i Izraelit. Që pa dhe shpërbleu popullin e vet. Ai e ngriti shpëtimtarin ton, Në shtëpinë e Davidit, shërbëtorit të vet. sikurse premtoi ka herë, Me gojë të profetëve të tij të shenjtë se do të na shpëtoj prej armiqve tanë, dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë. se do të bëj mirësinë që ua premtoi etërve tanë, E do t'i bjerë në mend beslidhja e tij e shenjtë, e betimit që bëri në të mirën e Abrahamit atit ton, se do të na bëj të mundshme t'i shërbejmë pa frikë, të çliruar nga duart e armikut. në shenjtëri e drejtësi para tij për çdo ditë të jetës sonë, E ti o djalosh do të quhesh profet i të Tejet Lartit, sepse do të shkosh përpara Zotit për t'ia përgatitur udhët, për ta vënë në dijeni popullin e tij, se hyi do ta shëlboj duke ja falur mëkatet e tija, në saje të zemrës së dashur të hyjit ton, që do të na dërgoj në pasi prej qiellit diellin, për të shndritur ata që gjenden në errësirë dhe në hijen e vdekjes, për t'i drejtuar hapa ta në udhën e paqes, lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. ju tregova shumë vepra të mira të atit tim, për cilën ndërto doni të më vritni me gur. Lutjet e besimtarve. Jezu Krishti me vdekjen e vet në kryq na adhuroi jetën. Ta lavdërojmë pra atë dhe ta lusim përzemërsisht. Na rilind me vdekjen tënde. Mësues dhe shëlbuesi ynë, ti na e mësove fenë dhe na përtrive me lavdinë e mundimeve. Mos lejo që të plogështohemi me mbrapshti dhe ligësi. Na rilind me vdekjen tënde. Bëj që sot ta frenojmë veten prej ushqimit të tepërt dhe t'u ndihmojmë vëllezërve që kanë nevojë. Na rilind me vdekjen tënde. Bëj që këtë ditë të kreshmeve ta pranojmë si dhuratë prej teje dhe ty të kushtohemi me vepra mëshire. Na rilind me vdekjen tënde. Përmirësoj vullnetet tona rebele dhe na bëj zemër gjerë. Na rilind me vdekjen tënde. Ati ynë që je në qiell, u shejtrofte emrët, ardh mbretëria jote, u bëvd vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liro nga i keqi. Amen. Të lutemi. Fali, po të lutemi o Zot fajet e popullit tënd, kështu që me mirësinë tënde të lirohemi prej verigave të mëkateve me të cilat na lidhi ligështia jon, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt prej çdo së keqeje dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.